Shikues të emisionit Z, përshëndetje. Por I takojmë sërish në një epizod tjetër, ku kësaj radhe do t'i kushtojmë rëndësi arsimit. Kam kënaqësinë që të kem të ftuar zëvendës ministrin e Arsimit dhe Shkencës, Lulzim Aliu, me të cilin do të bisedojmë për zhvillimet më të fundit në sektorin e arsimit, sfidat që po kalon sistemi ynë arsimor dhe reformat që pritet të ndikojnë drejt për drejt në të ardhmen e nxënësve, studentëve në përgjithësi dhe posaçërisht mësimdhënësve. Zotri Aliu, mirëserdhët. Mirësi u gjeta, ju faleminderit për ftesën dhe unë dua që uroj për emisionin, përshëndesim edhe shikuesit dhe ndjekësit e emisionit tuaj. Faleminderit shumë. Zotri Aliu, do t'ja filloj nga ju se cilat janë ato prioritetet kryesore të Ministrisë për përmirësimin e cilësisë arsimit në vendin tonë posaçërisht? Tani, prioritetet janë disa. Mendoj që fokusi I Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës është pikërisht përmirësimi dhe rritja e cilësisë arsimit. Dhe kjo nënkupton ose ngërthen në vete disa komponent apo disa faktor, siç janë përgatitja ose trajnimi I mësimdhënësve, rritja dhe ngritja e standardit të mësimdhënësve, por edhe nga aspekti përmbajtësor për hartimi dhe përpilimi I programeve mësimore, të cilat fokusi do t'jetë marrja e diturive dhe rezultate më të mira të nxënësve, qofshin ato shkollave fillore apo të mesme. Kuptohet tani për çdo njërin prej këtyre ka hapa të cilat ndërmerren për t'i rrit këto parametra që thash. Gjithashtu në rritjen e cilësisë ndikon edhe aspekti infrastrukturor ose kushtet në të cilat realizohet mësimi. Dhe po të flasim për kushtet, Ministria e Arsimit angazhohet që të krijojë kushtet mira, kuptohet në bashkëpunim me drejtuesit e institucioneve shkollore, në bashkëpunim me pushtetin vendor atje dhe me mbështetje të Ministrisë së Arsimit dhe qeverisë për ndërtimin apo për rikonstruimin e objekteve shkollore, hapësirave të nevojshme të kabineteve mësimore, sallave të sportit që janë kuadër të shkollave dhe ashtu me radhë. Ose pajisja e shkollave me infrastrukturën e nevojshme, me mobiljet e nevojshme, me pajisjen dhe furnizimin e laboratorëve ose kabineteve të caktuara dhe kuptohet edhe me tekstet shkollore. Po mbase çështja e teksteve mund të trajtohet si veçantë. Po, patjetër. A mendoni se këto përmendet edhe disa fokuse ku I keni pasur më shumë, dua t'ju pyes se edhe reformat në arsim, a mendoni se këto reformat e deri tanishme kanë dhënë rezultate konkrete në cilën është punuar në ato reforma? Sigurisht, tani kjo ka të bëj pak ndoshta edhe me qasjen time personale, unë nuk dua asnjëherë të them që ato që kanë qenë paraprakisht s'kan bërë. Procesi arsimor, ashtu si çdo proces tjetër brenda shoqërisë, është një zhvillim evolutiv. Edhe ato që kanë qenë më përpara, sigurisht se janë përpjekur për të arritur nivelin e cilësisë, për të krijuar kushte më të mira për mësimdhënësin, me që edhe vetë jam pjesë, fillimisht kam punuar në një shkollë fillore në fillim karrierës time, më pas në universitet rreth 20 vite, edhe ashtu me radhë, dhe vazhdimisht përpjekja është që të përmirësohet cilësia e arsimit, përmirësohen kushtet dhe reformat paraprake, ose nismat paraprake, strategjitë që kanë qenë paraprake, ligjet për arsimin fillor apo të mesëm, për synim kanë pasur rritjen e cilësisë dhe krijimin e kushteve më të mira. Ndonjëra prej tyre ka dhënë efekt më të madh, ndonjëra më pak, por sigurisht edhe rrethanat tjera shoqërore ndikojnë që të rritet cilësia e arsimit. Nuk mund të flasim sot mos inkorporimin e teknologjisë informative dhe komunikuese në mësimdhënie. Diçka që para 15, 20 vitesh, 30 vitesh as nuk është menduar. Por sot koha edhe zhvillimet tjera e kërkojnë që kjo të inkorporohet. Dhe kjo I ndihmon edhe rritjes së cilësisë, qasjes më të lehtë deri te burimet e ndryshme të informatave dhe sot nxënësit sigurisht kanë njohuri më të mëdha për shumë tematika për cilat janë pjesë edhe të programeve mësimore. Po. Dua të ndalem pak tek ajo pjesa. Ka pasur shumë ankesa gati se për çdo vit për vonesën e librave, mungesave të tyre në disa shkolla apo edhe në përgjithësi, apo punohet për të zgjidhur këtë problem, deri ku ka arritur zgjidhja? A mund të themi që mbasi vitin ardhshëm nuk do të kemi as pak probleme me mungesën e librave? Shpresoj që ta themi një përgjigje të tillë pozitive dhe unë besoj se sa I përket pjesës
Ministrisë Arsimit për të siguruar tekstet shkollore, kjo përmbushet. Por edhe kjo punë nuk varet vetëm prej Ministrisë Arsimit, për shkak se ne si Ministri e sollëm ligjin për arsimin për tekstet shkollore në fund të vitit 2024. Pra dhjetori, java e fundit e 2024 dhe 2025 e këndej kemi ligjin për tekstet shkollore. Por nuk është vetëm punë cilën e kryen Ministri e Arsimit. Aty janë edhe hartuesit e teksteve, aty është shërbimi pedagogjik dhe pastaj janë edhe shtëpitë botuese, pa i lënë anësh edhe vetë shkollat. E që tani në vitin e ardhshëm shkollor, shkollat t'i kenë tekstet e nevojshme, ashtu siç e parasheh ligji se një tekst shkollor mund të përdoret deri në 5 vite, për pos klasës parë deri tek e treta, që atyre çdo vit ju dërgohen tekste të reja shkollore. Për klasat më të larta, një tekst duhet nxënësin ose shkolla ta ketë në shërbim për 5 vite dhe pastaj ato tekste zaventësohen. Dhe që kjo ne ta kemi informatën e saktë se sa tekste ju nevojiten, pra numrin e teksteve, këtë punë e bën bibliotekari në shkollë. E bën shkolla dhe e njohton ministrinë nëpërmjet portalit, brenda afatit të caktuar që është fundi i vitit shkollor dhe mund të jenë të përgatitur. Shpeshherë ky komunikim ka shkputje. Pra, dikush atje në një shkollë, në një komunë, nuk e përcjell këtë informat dhe kur vije që të filloj pastaj viti shkollor, shfaqen këto mangësi. A çfarë mund të themon nga ana e Ministrisë së Arsimit është se edhe koncepti është ndryshuar, strategjitë janë ndryshuar dhe ne kemi arritur që për arsimin fillor, thuajse ti kemi gjitha tekstet të botuara. Dhe ngelet pastaj distribuimi i tyre. Ka qenë problematik për tekstet e gjuhëve të huaja. Edhe ato kemi arritur që t'i botojmë në marrëveshje me autorët ose me shtëpitë botuese të cilat i kanë ofruar këto tekste dhe i kemi tekste tani të gatshme, qoftë ai portali i librave që janë elektronik, qoftë të disperzuara dhe besoj se në vitin e ardhshëm nuk do të kemi problem spaku për shkollat fillore. Pse po e potencoj këtë? Për shkak se tek shkollat e mesme kemi një specifik tjetër që kemi drejtimet profesionale. Sa i përket gjimnazit përgjithshëm atje jemi pak, si të them, më komod për shkak se i dim cilat janë lëndët, kemi autorë të cilët kanë shkruar tekstet, edhe pse edhe atje jemi në fazë të hartimit të konceptit të ri për arsimin e mesëm, por tek shkollat e mesme profesionale pak është më problematike për shkak se thuajse çdo vit ose mundësia për të bërë një program të ri për shkollë të mesme ekziston, sipas nevojave që mund ta ketë shkolla, komuna, dhomat ekonomike ose bashkësia atje ku zhvillojnë një veprimtari, ato mund të akreditohen ose të marrin pëlqim për një program të ri dhe për këtë program të ri shkollës mesme profesionale nuk mund gjenden tekste, duhet hartohen, pra duhet të ketë një autor, një profesor ose dikush që e njeh atë materie, ta bëjë dorëshkrimi dhe pastaj ministria ta bëjë si tekst shkollor. Po edhe në këtë drejtim janë mbi 150 tituj të ndryshëm, të cilat janë miratuar dhe janë bërë tekste shkollore. Por sigurisht se ka edhe akoma lëndë të tjera që nuk kemi fillimisht aplikime ose dorëshkrime të dorëzuara që të mund t'i bëjmë tekste. Ky është proces i cili do vazhdoj vazhdimisht dhe ne si ministri do mundohemi që t'japim zgjidhje dhe t'i përmbushim. Mendoj që e shpjeguar shumë mirë sepse nga jashtë duket sikur vetëm Ministria e Arsimit ka obligim dhe vetëm faji është atyre që ka mungesë të librave gjithandej. Kjo është më e lehtë se kanë një pikë për ta atakuar, për ta goditur edhe për mos përmbushjen ose mos dërgimin e informatës nga shkolla, përsëri është fajtor ministria. Edhe qofse ngecet shkëputet komunikimi në nivel të komunës, të pushtetit lokal, përsëri fajtor është ministria dhe për të qenë më saktë është njeriu i parë, ministri ose zavendës ministri, që realisht është shërbimi pedagogjik që i ka përsipër pikërisht këtë detyrë të teksteve shkollore, por ne jemi mësuar tani më që ta kemi një individ cilin mund ta godisim dhe e kemi si them ne këtë barë përderisa kemi pranuar të kemi një pozitë tillë që për gjithë çka çfarë ndodh, fajtori do të jetë po, është bërë normale që të fajsohet njeriu i parë ose i dytë i atij institucioni. Po kur jemi tek libra, duhet ju pyes se a planifikohet digitalizimi pilot i teksteve shkollore? Tani edhe këtë mendoj se ato që merren me këtë punë, me që unë jam të them
edhe ligjërues në fakultet ku përgatitet kuadër masimor dhe kryesisht i trajtojmë edhe këto çështje. Mendoj se duhet dalluar digitalizimi i teksteve shkollore edhe librat elektronike. Ministria sot ka një farë marrëveshje me gjitha autorët e këtyre teksteve shkollore që të kenë edhe qasjen edhe formën elektronike. Dhe nëse do të hyni tek linku që ka Ministria, ose tek portali që është euchebnici.gov.edu.mk, atje keni gjitha tekstet e arsimit fillor edhe në mënyrë elektronike. Pra, nëse një nxënësi, një mësimdhënësi, një shkollë i mungon një tekst, ai mund ta hapë si PDF dokument. Po. Por ky nuk është digitalizim. Digitalizim nënkupton që përmbajtjet të mund të realizohen në mënyrë elektronike. Dhe kjo është platformë ose kjo është veprimtari që mund ta bëjnë mësimdhënësit. Çfarë nënkupton? Një detyrë ose një aktivitet, një përmbajtje mësimore të realizohet me ndihmë të teknologjisë informative. Atëherë ajo është digitalizim. Siç mund të kenë teste, siç mund të kenë aktivitete dhe projekte të cilat realizohen në mënyrë elektronike. Dhe këtë e bëjnë disa mësimdhënës, disa përmbajtje mësimore të tilla. Por Ministria e mundson këtë, realizimin në formën digjitale duhet ta bëjnë mësimdhënësit. Ne për momentin i kemi këto tekstet që janë në formë elektronike, në formatin PDF kryesisht janë vendosur atë ajo platforma. Dua t'ju pyes se si po përgatitet sistemi jon arsimor për të përballur me ndryshimet demografike, siç është ulja e numrit të nxënësve nëpër shkolla. Kjo është, them, një tematik shumë problematike, është një realitet i hidhur, do të kisha thënë, për shoqërinë tonë, për kombin tonë, për popullin tonë, për shkak trendit ose rrjedhave që ndodh me popullatën dhe me shoqërinë tonë, largimi i të rinjve, largimi i familjeve, po këto familje marrin pastaj edhe fëmijë dhe kjo nënkupton që edhe në shkolla do të reflektojë me paksimin ose zvoglimin e numrit të nxënësve. Si e trajtojmë ose si mundohemi që të gjejmë zgjidhje ne. Edhe pse zgjidhja është e vështirë dhe sigurisht se ka edhe pasojat e saj. Por që të jetë më pak e dhimbshme, ne mundohemi që të bëjmë racionalizimin ose optimizimin e sistemit arsimor, e që nënkupton atje ku ka mundësi, në interes të cilësisë arsimit, të mos ngjelet një nxënës apo 2 nxënës apo 3 nxënës, për shkak se edhe ato nxënës atje në një shkollë them periferike e kanë të vështirë edhe mësimdhënësi edhe nxënësi për të pasur suksese të larta. Dhe atëherë çfarë ndodh që ato të mund t'i bashkojmë brenda një shkolle qendrore. Në raste të tilla ato nxënës të transportohen, të dërgohen në shkollën më të afërt, mësimdhënësit gjithashtu të mos ngelen pa punë aty ku ka mundësi. Ose ende kemi shkolla në për fshatrat, në për vendbanimet rurale, ku me numër të vogël të nxënësve vazhdojnë punojnë ashtu siç kanë qenë për shkak të largësisë midis një fshati me shkollën qendrore, për shkak mbajtjes llogari dhe konsiderat edhe mësimdhënësit mos ngelen pa punë, por atje ku kemi hapësirë në për vendet them kështu qyteteve edhe shkollave qendrore, ne përpiqemi që të vendosim edhe qëndrimin tërditor. Mësimdhënien, formën e qëndrimit tërditor, ku mund të grumbullohen më tepër nxënës dhe brenda atij qëndrimi të mund të përfshihen të gjithë mësimdhënësit, askush mos ngelet dhe mos ndjehet tepër, edhe besoj se aty pastaj edhe mësimi do të jetë më cilësor, se nuk do të punoj vetë gara midis nxënësve, vetë realizimi i detyrave dhe aktiviteteve ku ka më tepër nxënës, nxit edhe i motivon nxënësit për të qenë më të suksesshëm, se sa një nxënës të krahasohet vetëm me vetvete. Ka ngel në fshat, në klasë të caktuar është 1 apo 2 nxënës, ajo, si them, e ul motivimin edhe të vetë nxënësit, por edhe të mësimdhënësit. Në këtë drejtim, ne përpiqemi që ato të mund të optimizojmë apo gjejmë zgjidhje sa më racionale. Zotëral, ju pak dua ndalen tek pjesa e bursave. Kam dëgjuar edhe unë personalisht, ka shumë nxënës, studentë të cilët
ju kalon bursa pak nuk janë të njohur, nuk janë të njoftuar për procesin se si shkon bursa, si ju takon. Mund të na shpjegoni pak më tepër, mbas edhe nëse ka pasur tani shpejt ndonjë afat, nëse ka tani. Tani thuaj se çdo vit në periudhat e njëjta kohore janë ato shpalljet për bursat e nxënësve të shkollave të mesme edhe për bursat për studentët. Për shkollat fillore nuk ka bursa përpos një farë përkrahje materiale për rastet sociale tja. Dhe sa u përket nxënësve të shkollave të mesme janë disa kategori, edhe tek studentët janë disa kategori. Jo me automatizëm çdo njëri t'i takon. Përveç themi studentëve që ju takon ajo shujta ushqimore që thuaj se pjesa dërmuese e studentëve përfitojnë atë të drejtë. Ndërka që tek nxënësit, por edhe tek studentët janë kushtet të cilat duhet përmbushen për kategorinë e caktuar ku ato gjykojnë se në qoftë se janë nxënës të talentuar dhe çfarë nuk kupton. Përfitues ose ato të cilët kanë marrë pjesë në gara shtetërore dhe kanë vendin e parë ose të dytë. Jo në garat lokale, jo në garat të cilat janë organizuar prej shoqatave dhe organizatave të mësimdhënësve, të cilat janë të pa akredituar ose të pa licencuar. Shpeshherë çfarë ndodh? Mos informimi i duhur ose mos leximi i duhur i kritereve dhe kushteve që janë parapar bën që të kemi numër të madh të aplikuesve dhe pastaj krijohet ajo revolta se pse mua nuk më ka takuar, edhe pse nuk i lexon kriteret të cilat kërkohen paraprakisht. Çështja tjetër, ajo çfarë ju e përmendet se nuk kanë informat në qoftë se janë përfitues të njërës prej bursave ose jo, është se sistemi i aplikimit është nëpërmjet portalit e e-uslugi. euslugi.mon.gov.mk dhe aty ndoshta dikush i familjes ose ndonjë i afërt i tyre e bën aplikimin dhe vendos një email të cilin nuk e kontrollon nxënësi ose familjari, po të ndonjë tjetër apo shpeshherë ndodh edhe t'i harrojnë pastaj ato fjalkalimet. Dhe ministria komunikon kryesisht nëpërmjet atij portali dhe atij emailit të cilën ato vete kanë vendosur dhe pastaj harrojnë ta kontrollojnë. Qoftë përfitimi i bursës, pasi shpallën rezultatet, qoftë mangësia e ndonjë dokumentacioni ose mos përmbushja e ndonjë kriteri, aty ju shënohet. Dhe ato nuk e ndjekin, nuk e lexojnë këtë dhe nuk kanë as informace çfarë ju ka munguar ose a kanë aplikuar në kategorinë e duhur që janë. Për studentët, për shembull, ose për nxënësit është suksesi i tyre që duhet ta përmbushin. Për studentët duhet të kenë mbi 70 apo 80% të dhënies së provimeve të vitit paraprak. Të hyran apo janë përfitues të ndonjë burse tjetër, a janë përfitues tek të talentuarit pjesëmarrës në gara, qofshin ato sportive dhe ashtu. Shpeshherë ndodh, unë do të kisha thënë, duhet të jenë më të vëmendshëm, më të kujdesshëm se te cila kategori aplikojnë. Në qoftë se nuk i përmbush kriteret, nuk është faj i ministrisë pse nuk ju takon, më mirë është as mos të aplikosh në qoftë se e din se nuk i përmbush ato kritere. Edhe pse sipas me mendoj se ministria përpiqet që të përfshijë dhe e ka zgjeruar atë diapazonin e kategorive që i përfshin, numri i përfituesve është me mira, qoftë tek studentët, qoftë tek nxënësit, vlera e tyre viteve të fundit, nuk them se është e mjaftueshme, sigurisht që do të ishte shumë mirë, po duke pas realitetin në cilin ne jetojmë dhe mundësitë materiale që i ka qoftë Ministria e Arsimit, qoftë buxhetit themi i shtetit, mundohemi që t'i përmbushim dhe t'jemi deri diku me vlerën që ju caktohet. Edhe pse me anë të bursave tek disa kategori për student i motivojmë jashtëzakonisht që janë bursa për shembull tek drejtimet arsimore në shkencat matematiko-natyrore deri në 18.000 denar, 300 euro, ose në disa drejtime janë 9.000, 6.000 apo 3.000 dinar që besoj se për një student janë të mjaftueshme. Nuk them se është mirë, por brenda mundësive të cilat kemi ne për kategorinë e standardit studentor ose të nxënësve, mendoj se janë të kënaqshme.
Tani do të kaloj pak tek mësimdhënësit. Dua t'ju pyes se si po adreson Ministria mungesën e kuadrit të kualifikimit në disa profile, në disa komuna të caktuara. Ka mungesë të mësimdhënësve? Tani, pyetja është e përgjithësuar si kuadër mësimdhënësish, edhe pse po të ndalemi brenda tek specifika e mësimdhënësve, do të avërejmë se te disa drejtime kemi mangësi. Edhe mund të themi edhe përgjithësi, edhe unë e vërej këtë punë që edhe universitetet ose fakultetet e vërejnë këtë punë që tek drejtimet arsimore kanë më pak interes të studentëve për të studiuar dhe numri viteve të fundit ka rënë ose të thema është në rëni. Dhe në qoftë se nuk kemi studentë të cilët dëshirojnë të studiojnë dhe diplomojnë për një drejtim arsimor, sigurisht ajo do të reflektohet edhe tek mësimdhënës. Dhe në këtë drejtim, në për qytetet ndryshme, pra nivel shtetëror, veçanërisht kemi mangësi ose mungesë të drejtimet të shkencave matematiko-natyrore. Pra, shumë pak kemi profesor të matematikës, të fizikës, biologjisë, të kimisë, ndoshta deri diku është i kënaqshëm numri i mësimdhënësve të mësimit klasor, por edhe kjo është në rënje, flas përgjithësi. Në qoftë se tek mësimdhënia apo tek mësimdhënësit shqiptar numri është i kënaqshëm, mësimi në gjuhën maqedonase, në gjuhën turke apo edhe në gjuhë të bashkësive tjera etnike, definitivisht është që kemi mangësi. Edhe pse fakultetet shtetërore, vetëm fakultetet publike kanë të drejtën për të akredituar programe që prodhojnë mësues, edhe atje ka pak knajtësi dhe kanë vërejtje se kanë numër të vogël. Ministria mundohet që t'i stimuloj me anë të bursave, t'i stimuloj universitetet dhe t'i mbështes këto drejtime, por base trendi koha e bën që shumica drejtohen të këto drejtime të shkencave kompjuterike, të shkencat tjera shoqërore apo humane dhe shumë më pak të drejtimet arsimore. Dhe kjo është si problematik me cilën ne ballafaqohemi si Ministri e Arsimit, por realisht pastaj ballafaqohen edhe komunat, ballafaqohen edhe shkollat dhe ndodh që një lëndë të matematikës apo të kimisë apo të fizikës ta mbulojë një arsimtar i cili ndoshta është i përafërt me atë fushë për shkak mungesës që të mos ngelen nxënësit pa asnjë arsimtar, pa realizuar orët mësimore dhe dikush që është drejtori pra i shkollës bën përzgjedhjen prej atyre që kanë aplikuar ose përzgjedh dikën që është më i përafërt për atë fushë. Përpiqemi dhe mundohemi që me universitetet të krijojmë një farë politike të tilla arsimore që të mund të prodhojmë kuadër mësimdhënësish. Kur jemi tek mësimdhënësit, dua t'ju pyes se a ka plan për rritjen e pagave, trajnime dhe profesionalizimin e mëtejshëm të mësimdhënësve? Sigurisht që po. Ju jeni gazetare dhe i ndiqni edhe zhvillimet. Ashtu siç përmenda në fillim, nuk jam që të mohohen edhe hapat paraprak, por edhe hapat të cilat ne kemi ndërmarrë në drejtim të rritjes së pagave të mësimdhënësve. Nuk mund të them që janë pagat më të mira në shtet, por besoj që ato që janë sot mësimdhënës janë tek mesatarja e pagave që janë në nivel shteti. A ka nevojë që të rriten? Sigurisht që po. Edhe ne, pra qeveria e fundit që është tani, edhe ne kemi bërë rritjen dhe është planifikimi edhe në vitin që vjen, edhe në vitet e ardhshëm të mandatit qeverisës, shpresojmë që dhe kemi paralajmëruar që do të kemi rritje të pagave të mësimdhënësve në arsimin fillor dhe të mesëm, ashtu siç kemi bërë edhe rritjen e pagave të mësimdhënësve, pra të profesorëve universitar, për universitetet shtetërore flasim. Ndërsa aspekti tjetër është që Ministria e Arsimit, nëpërmjet Byros për Zhvillim të Arsimit, që është organ brenda Ministrisë së Arsimit, parasheh edhe trajnimin edhe aftësimin profesional të mësimdhënësve, pra të vazhdueshëm. Ato pasi diplomojnë, nuk përfundon aty karriera dhe aftësimi i tyre profesional, edhe gjatë punës si mësimdhënës ata janë të obliguar dhe kanë detyrime për të vazhduar, për të aftësuar me zhvillimet e fundit që mund të ndodhin. Dhe
këtë detyrë ka Biroja për Zhvillim të Arsimit, i ndjek, i obligon mësimdhënësit që të ndjekin trajnime dhe seminare të ndryshme dhe besoj se këtë punë janë duke e bërë. Veçanërisht arsimtarët e rinj dhe mjerisit të cilat ndodhë. Në fillim të këtij viti shkollor u detyruan që të ndjekin trajnime dhe të aftësohen edhe për implementimin të teknologjisë informatike. Këtë kam pas edhe më herët, por me theks veçantë tek futja e inteligjencës artificiale në mësimdhënie. Dhe u mbajtën trajnime me mësimdhënësit nga këshilltarët që janë tek Biroja për Zhvillim të Arsimit. Zotëri Aliu, dua t'ju pyes edhe për faktin se keni parë edhe në përlajm, por normalisht që keni dëgjuar, jeni zëvendës Ministri i Arsimit. Në kohët e fundit në disa shkolla, veçanërisht në Tetov, kanë marrur paralajmërime për bomba, duke normalisht kanë reaguar nxënësit, prindrit, por edhe stafi arsimor. Çfarë ka ndërmarrë Ministri i Arsimit, për çfarë janë këto paralajmërime për bomba që ndodhin mbase vazhdimisht në disa shkolla? Po, raste të tilla nuk kemi vetëm ne si shtet, nuk kanë ndodhur edhe pse çdo paralajmërim është alarm edhe për ne, por edhe për shtetin, uroj që asnjëherë të mos jenë të vërteta ato, se po të ndodhë diçka e tillë do të ishte me tragjedi për shkollën, për nxënësit, për ne si shoqëri, edhe pse edhe në shtete tjera për rreth edhe më larg ka pasur paralajmërime të tillë. Në çastin kur ndodh, sigurisht ato njohtojnë jo vetëm Ministrinë e Arsimit, për shkak se përgjegjëse për sigurinë janë Ministria e Punëve të Brendshme dhe ato marrin masat për ta konfirmuar vërtetësinë e atij paralajmërimi apo jo, dhe në qoftë se derisa ta konfirmojnë, sigurisht ato fillimisht e kanë sigurinë e nxënësve, të punësuarve dhe i largojnë prej shkollës. Tani shpeshherë ndodhen që të ketë edhe keq përdorime, apo është një tendencë them e keqe pas këtij paralajmërimi, vetëm në qoftë se një grup ose një klasë mund të ketë një test apo një provim gjatë ditës, e që ti ikin asaj, ato nuk janë të vetëdijshëm se çfarë veprimi bëjnë. Kjo krijon huti brenda shkollës, brenda shoqërisë, brenda ministrive, qoftë arsimit, po edhe punëve të brendshme, pavarësisht përgjegjësisë të madhe që duhet ta kenë, edhe pastaj pasojat e mëdha që mund të ndërmerren ndaj atyre që e realizojnë, ministria deri tani, kemi pas edhe më herët paralajmërime, ditëve të fundit janë këto tek shkolla në Tetov, uroj që asnjëherë të mos jenë ato reale dhe as mos ndodhin vetëm për tekat ose hiret që dikush dëshiron të mos shkojë te shkolla ose dëshiron të mos paraqitet atje se ka një provim apo ka një test. Kryesisht janë ingerenca të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ndërkaq nëse këto ndodhin shpesh, ajo sigurisht do alarmoj komplet qeverinë. Ne si Ministri i Arsimit kërkojmë dhe duam që të mos humbin nxënësit nga procesi mësimor, nëse ndodh që ato humbin një ditë, të gjejnë mënyrën për t'i plotësuar ato mangësi dhe ato orë të humbura, por këtë e menaxhon pastaj vetë shkolla, vetë udhëheqësia e shkollës e menaxhon. Zotëri Aliu, ishte kënaqësi që t'ju kem në emision. Shpresoj që do takohemi sërish për më të rejat në arsim dhe normalisht për gjërat të cilat do t'jenë në të mirën e nxënësve, studentëve në përgjithësi. Faleminderit që ndatë kohë dhe ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve për ftesën, gjithashtu edhe për mua është kënaqësi të jem në emisionin tuaj. Shfaq gatishmërinë gjithmonë për të qenë transparente, të hapur, për diskutuar qofshin ato temat që kanë të bëjnë me arsimin në cilësinë që gjendem tani si zëvendës ministër, apo edhe si një mësimdhënës që kontriboj të them në procesin arsimor atje ku e kam edhe vendin e punës. Ju faleminderit shumë edhe juve. Shikues të nderuar, deri në episodin e radhës, bashkë mirupafshim.